Sarët flasim dhe përdorim sebepet fetare që duhet me ndërmarrë njeriu, gjithsesi detyrohemi që mos me pas keq kuptime, apo me i përmend ato dunjos. Për shembull, këtu nuhet se vot kërkoni falje nga Allahu, Allahu i jap. Mo çu dikush pi xhamat me nuhet. Qysh në xhami me net 24 sa mos tak fracën Allahu. Apo kuptoni? Ta dëmon që kërkoni falje nga Allahu, por edhe punoni se gjithmonë duhet të më ushtu me kuptu. Pse? Nëse ja tu i ngjej këtë sebepet. Ne e dim pse duhet në çdo ders me kallëzu që smenojmë na kështu. Edhe kjo për qëllim, e kanë kallëzuar 100 herë, pse më kallëzu tash? Andaj ne themi musliman, bo dua, sa i dove duhet të më lut, pa ne kallëzum dhe të më lut, pse duhet gjithë duan, namazin, istighfarin, gjithë duhet me e majt me të shtylla dunjas se rrin vet, pse? Kompleksi. Ne të kompleksum. Se na zbesojmë që veç istighfari veç kryjm punë. Na zbesojmë, për çata? Na besojmë pa i përvil dur të zbohat apo. Tani përvil dur, duhet me përvil dur, gjithsesi. Po i përvil dur dhe për të zbohat. E tani që bëhat? Andaj të vëzër, nuk duhet gjithmonë me nxirr letën e gatë, çka besojë ne, mos më këtë kuptoni amon një koftë. S'kena nevojë për sot gjithçka. Ka si njerëz që me zipresin, rrin ata, kështu gjithmonë, apo që me kap dikun, në qësi pasqarime më qëra, këto i dim na apo. Mas paku na kur na kështu të relaksuar këto ngarkesa. Thush për shembull që namazi i natës është shumë rëndësi. Do të posh, ku më qenë 7 sabah. Po në rregull, kush po të falu 3 sata apo? Pse duhet gjithmonë me kundërshtu? Pse duhet gjithmonë me kriju situatë konfuze? Pse duhet? Sa kërkohet në ibadet, na pa e shkaktuar një konfuzitet se lojmë atë. Pse? Pse duhet që shto Allah? Pse kur themi bëni këtë, po vetë duhet të më punu, po kush po do të më punu Allah? E pse duhet gjithmonë me problematizu gjithmonë ahiretin? A dunia kush është problematike? E kena qartë shumë mirë. Hiç që kena problem këtë punë. Për shembull, kur flasim, na duhet me punu, duhet me pasunu. E vërtetë është, na duhet më ngrit. Edhe kalon fjalimi ti shumë qartë. Thotë dikush, e namaz se përmend, namaz nuk kuptoj vëlla po këtu. Edhe shumë normal e kuptojmë na. Apo kur dikush e përjashton namazin, istighfarin, Kur'anin e përjashton, normal e kemi. Kur dikush e inkuadron Kur'anin, ama se inkuadron dunjon, ka dalë se njerëzit që shkon hantim, hala me Kur'an pa namaz. Apo kuptoni kompleksin ku kanë ra? Apo kuptoni? Do më na kanë kompleksuar me dunjë. Materializmi na ka kompleksuar, zguzojë kryet me çupitina. E kuptot? E po nuk i jep kënaqëri, thotë istaghfiru rabbakum. Lëpni pi Allahut më u fal, hiqni gjunat, e keni më pa çka bëhet. Provojeni. Kush më provu këtë punë? Andaj të vëzër, një prej emisarëve të Omer ibn Abdulazizit. Përpari kanë qenë si kurse kryetar komune, apo ose mbikëqyrës i një vali i një veni të madh, i ka qenë letër Omer ibn Abdulazizit. Edhe një kështu Omer ibn Abdulazizit. I ka qenë letër. I ka thonë që jënë qa muret edhe rrezikohemi. Do muret e qytetit që janë për mbrojtje, për mbikëqyrje, për kontroll, kush po e normal përpara kanë pas muret që të rrethuara me mure, e dini. Shumë nga qytet kanë qenë me mure. E i kanë jënë qa muret, rrezikohemi tash. Ka kërku, domethënë, aprojmë nga halifja për buxhet shtum, me rregullu murin atë. Omer ibn Abdulaziz ja ka kthy një përgjigje që më bëu me hek emrin Omerit, se për shkak se është Omeri zguzojmë me vërtetë apo. Veç më bëu hek emrin Omerit, thosh, jo, më shoh, kush ka thonë kështu? A kuptot? Çka ka thonë Omer ibn Abdulaziz? Ka thonë hasinuha bi taqwa. Ka rrethonë shtetin me takvallëk, s'ka hajn që hin atë. Lani muret, lani tullat. Rrethonë me devotshmëri. Edhe pastroni rrugën nga zullumi, e garantoni drejtësi, është një çka bëhet atë. Istaghfiru rabbakum, kërkoni falje nga Allahu, su jep bereqet Allahu. Sa i ojë, istaghfiru, po thonë po edhe, leje pikë që të istighfari bëne një herë. Një herë 24 saat leje pikën të istighfari.
Mos qëtë një presje gjithmonë, sa të ka thonë Zoti, po dhe, e dim këtë punë, e dim e kuptum këtë ders, e tjetërin tash, e kuptove. Prandaj, i ka thonë Ebu Hurera, Ibn Abbasit. Ibn Abbas ja ka bu një kundërshtim logjikshëm, fort fuqishëm Ebu Hurera, për një hadith që e ka transmetuar Ebu Hurera për. E i ka thonë Ebu Hurera Ibn Abbasit, o djalosh, e ku një ri, e bërë kërë me vej, ka, idha haddethu ka në Rasulillah, fala tadrib le ulem thal. Kur thëmë ka thonë pejgamberi s.a.s. ata shambu i tonë është lemi, as mos të nibile që mi ke përmen. Gjindu, a ka thonë pejgamberi s.a.s. qështot, gjindu! Pse duhet gjithmo me kontestu mas pari, par me zbe argumentimin? Që kjo është e keqja? Kjo është ndalume. Hajde të provojmë njëre. Tani, ka lehtësime gjithmonë, po pse duhet në start me e godit parimin fetar me 100 dilema tona se s'bot kjo, pse duhet që gjithmonë? Duhet me madhnu fjallë Allah të barë këtala. Ndë Allah po të sebep për begatije, për fëmije, për rahatije, për bereqet është istakfirullah. Shkaktar për problemet e juaj janë mëkatet.